Sinkroniciteti dhe lidhjet kuptimplota. Çfarë na mëson Carl Jung? Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. A ju ka ndodhur ndonjëherë të takoni dikë dhe të ndjeni menjëherë një lidhje të pashpjegueshme, sikur ajo person është menduar të jetë pjesë e jetës suaj? Qoftë një mik i ri, një mentor, apo një i huaj që shfaqet në momentin e duhur, këto takime shpesh na lënë të pyesim, a është thjesht rastësi, apo ka diçka më të thellë në lojë? Sipas psikologut të famshëm Carl Jung, këto momente nuk janë të rastësishme. Ato janë sinkronicitete, ngjarje kuptimplota që pasqyrojnë botën tonë të brendshme dhe na ftojnë drejt rritjes personale. Në këtë artikull do të eksplorojmë 5 pika kyçe për të kuptuar sinkronicitetin dhe lidhjet e rëndësishme sipas Jungut. 1. Sinkroniciteti, më shumë se rastësi. Carl Jung e përshkroi sinkronicitetin si një rastësi kuptimplote që lidh botën tonë të brendshme me atë të jashtme. Kur takojmë dikë që na duket çuditërisht i njohur ose që shfaqet pikërisht kur kemi nevojë, kjo nuk është thjesht fat. Sipas Jungut, këto momente ndodhin kur gjendja jonë psikologjike përputhet me një ngjarje të jashtme, duke krijuar një lidhje simbolike. Për shembull, nëse po kaloni një periudhë pasigurie dhe takoni dikë që ju frymëzon stabilitet, kjo mund të jetë një pasqyrë e nevojës suaj për të gjetur qetësi brenda vetes. 2. Pavetëdia drejtuese e marrëdhënieve. Jung besonte se pavetëdia jonë luan një rol vendimtar në njerëzit që tërheqim. Çdo lidhje pasqyron diçka të fshehur brenda nesh, qoftë një forcë, një plag apo një dëshirë e paralizuar. Nëse vazhdimisht hasni në marrëdhënie që përsëritin të njëjtat probleme, si braktisja apo konflikti, Jung do të thoshte se këto nuk janë rastësi, por sinjale nga pavetëdia juaj. Ato janë ftesa për të eksploruar dhe shëruar aspektet e pazgjidhura të vetes. Vetëm duke u bërë të vetëdijshëm për këto modele, mund të fillojmë të ndryshojmë dinamikat tona. 3. Individuacioni, çelësi i lidhjeve autentike. Një nga konceptet qendrore të Jungut është individuacioni, procesi i të bërit vetvetja e vërtet, duke integruar të gjitha aspektet e personalitetit, përfshirë ato që i kemi shtypur ose ignoruar. Sipas Jungut, kur jemi të coptuar ose të shkëputur nga vetja, tërheqim marrëdhënie që pasqyrojnë këtë kaos të brendshëm. Por kur punojmë për të njohur dhe pranuar veten plotësisht, fillojmë të tërheqim lidhje më të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Kjo ndodh sepse nuk kërkojmë më dikë që të na plotësojë, por takojmë të tjerët nga një vend i plotësisë. 4. Dallimi mes projektimeve dhe lidhjeve të vërteta. Një sfidë e madhe në marrëdhënie është të dallojmë sinkronicitetin e vërtet nga projeksionet tona. Jung shpjegoi se shpesh projektojmë cilësitë që refuzojmë të vetja, si siguria, pasioni apo guximi të tjerët duke idealizuar ata. Kur ky iluzion prishet, vijon zhgënjimi, jo sepse tjetri ka ndryshuar, por sepse ne nuk e kemi parë kurrë atë për atë që është. Një lidhje autentike, nga ana tjetër, sjell paqe dhe qartësi, jo konfuzion. Ajo ju lejon të jeni vetvetja pas forcime dhe nuk ushqehet nga nevoja për të provuar diçka. 5. Intuita si udhërrëfyese. Jung vlerësonte shumë intuitën si një mjet për të dëgjuar zërin e pavetëdijes. Shpesh, trupi dhe ndjesit tona na sinjalizojnë të vërtetën përpara se mendja ta kuptojë. Një lidhje e vërtet ndihet si qetësi e thellë, jo si ankth apo pasiguri. Nëse ndiheni vazhdimisht në alarm ose në nevojë për të fituar dikë, kjo mund të jetë një shenjë se marrëdhënia nuk është e përafruar. Intuita na ndihmon të dallojmë kur dikush është vërtet i duhur për ne, duke na udhëhequr drejt lidhjeve që na rrisin dhe na bëjnë të ndihemi të plotë. Përfundim. Sipas Carl Jungut, lidhjet kuptimplota që krijojmë në jetë janë pasqyra të udhëtimit tonë të brendshëm. Ato na sfidojnë, na shërojnë dhe na ndihmojnë të zbulojmë veten. Por për të njohur personin e duhur, qoftë një mik, partner apo mentor, së pari duhet të njohim veten. Duke dëgjuar intuitën, duke punuar me pavetëdijen dhe duke ndjekur rrugën e individuacionit, ne krijojmë hapësirë për lidhje autentike që na pasurojnë jetën. Pyetja që Jung do të na bënte është kjo: a je gati të bëhesh personi që mund të njohë dhe të çmojë lidhjet e vërteta kur ato vijnë?